Përshëndetje. Shifrat e publikuara për tregun e qerave në Tiranë janë dëshmia më e qartë e dështimit të plot të politikave ekonomike dhe sociale të qeverisë. Sot qira mesatare në kryeqytet ka arritur në 721 euro në muaj, ndërsa një familje shqiptare detyrohet të shpenzojë deri në 77% të të ardhurat të saj vetëm për strehim. Kjo nuk është më thjesht një krizë strehimi, kjo është një krizë kombëtare e kostës së jetesës. Pas 13 vitesh në pushtet, qeveria e Edi Ramës ka ndërtuar një realitet absurd. Pagat e shqiptarëve mbeten ndër më të ultat në rajon, ndërsa çmimet e banesave, qirave, ushqimeve dhe shërbimeve kanë arritur nivele të papërballueshme. Shqiptarët paguajnë si në vendet më të varfra të Ballkanit, por jetojnë me çmime që në shumë raste rivalizojnë ose tejkalojnë ato të vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërsa propaganda qeveritare flet për zhvillim dhe sukses ekonomik, realiteti i përditshëm është krejt tjetër. Të rinjt nuk arrin të marrin një banesë me qira, çiftet e reja shtyjnë krijimin e familjes, ndërsa mijëra qytetarë detyrohen të largohen nga vendi sepse nuk shohin asnjë perspektivë për një jetë dinjitoze në Shqipëri. Nuk është rastësi që imigracioni vazhdon të mbetet plagë e hapur për vendin, kur paga nuk mjafton për të paguar qiran, kur çmimet rriten çdo muaj dhe kur qeveria nuk ofron asnjë zgjidhje reale. Shumë qytetarë shohin largimin si të vetmin mundësi për të siguruar një të ardhme më të mirë për veten dhe familjet e tyre. Po ashtu, nuk është rastësi që prej javësh qytetarë nga kategori të ndryshme janë ngritur në protesta kundër rritjes së kostës së jetesës, padrejtësive ekonomike dhe mungesës së përgjegjësisë nga ana e qeverisë. Këto protesta janë një sinjal i qartë se durimi i qytetarëve po shkon drejt fundit. Ndërsa qeveria feston kullat, betonin dhe statistikat e saj propagandistike, qytetarët përballen çdo ditë me pamundësinë për të përballuar jetesën. Shqipëria nuk mund të jetë një vend ku paga shkon për qiran, kur rinia largohet dhe kur familjet jetojnë në presion të vazhdueshëm ekonomik. Ne u bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, të rinjve, familjeve, pensionistëve, studentëve dhe punojësve që të bashkohen në protestat qytetare kundër politikave që kanë varfëruar vendin dhe kanë bërë jetën gjithmonë e më të papërballueshme. Koha për heshtje ka mbaruar dhe qytetarët janë të gjithë në shesh duke ngritur zërin kundër qeverisjes që i ka lënë pa perspektivë, kundër arrogancës së pushtetit dhe kundër politikave që po detyrojnë shqiptarët të zgjedhin mes mbijetesës dhe emigrimit. Shqipëria meriton paga dinjitoze, strehim të përballueshëm dhe një qeveri për qytetarët, jo për propagandën. Faleminderit.